Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sonte në edicionin e lajmeve do të ndiqni. Kuvendi i Prizrenit shqyrtoi kornizën afatmesme buxhetore. Kalon dhe propozim vendimi për planin rregullues urban Qendra e Re. Presidentja Jahjaga thotë se Kosova duhet të bëjë ende shumë punë për të përmirësuar imazhin e saj në botë. Kuvendi komunal i Prizrenit mbajti mbledhjen e 20 me radhë kur shqyrtoi kornizën afatmesme buxhetore. Në këtë seancë kuvendarët debatuan, por nuk patën ndonjë projekt konkret për të pasuruar kornizën afatmesme 2016-2018. Kuvendarët e komunës së Prizrenit kanë diskutuar sot për kornizën afatmesme buxhetore 2016-2018. Zenela Ameti paraqiti shpjegimet e politikave prioritare të tashme dhe afatmesme të komunës së Prizrenit, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i komunës do të përmbush dhe përkrah projektet prioritare. Sa i përket kornizës afatmesme buxhetore komunale për vitin 2016-2018, kjo kornizë është si pjesë përbërëse e kornizës afatmesme të shpenzimeve të Kosovës, e cila është përpëluar në përputhje dhe me procedurat buxhetore 2016-2018 të dhëna përmes Ministrisë së Financave. Përmes kësaj qarkore janë dhënë financimet të cilat janë nga grandet qeveritare dhe të hyrave vetanake, si kufi fillestar gjithherë. Pasi që përveç kësaj qarkore që në është dhënë për përpilimin e kornizës afatmesme, besoj se do të kemi edhe një apo edhe dy qarkore të tjera, të cilat do të jenë më të detalizuara në lidhje me buxhetin nga granti dhe të hyrat vetanake për vitin 2016-2018. Kjo kornizë afatmesme të cilën po prezantojmë është një dokument në të cilën miratohet në parim çdo vit nga asamblet komunale të gjitha komuna, prandaj edhe komuna Prizrenit si dokument është paraqit kjo kornizë. Ky material siguron një analizë mjaft të veçantë dhe të hollësishme të shpenzimeve publike të parapara sipas programeve në kuadër të komunës sonë, të cilat i kanë parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të ekonomisë duke u bazuar në buxhetin vjetor të komunës, domethënë 2016 dhe atë afatmesëm 17 dhe 18. Kanë pasuar diskutimet për këtë pikë, ku me kritika drejt qeverisjes lokale dolen opozita, por nuk u pan propozime për pasurimin e kësaj kornize. Objektiva dhe aktivitetet e cekura në pjesën tekstuale nuk janë të përcjellura me mbështetje financiare në përshkrimet e mëvonshme tabelare. Nga kjo del se pjesa objektiva do të mbetet në letër, kurse projektet e drejtorëve do të vazhdojnë të përzgjedhen duke mos u bazuar në objektiva komunale dhe shtetënore. Pse po e them këtë? Objektiva e parë, forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë. Ekonomia komunale forcohet me krijimin e parakushteve për zhvillimin e bizniseve të vogla dhe të mesme, se komunat makropolitika nuk bojnë. Mirë po, munden me i forcu parakushtet për me i zhvillu bizniset private të mesme dhe të vogla. E në buxhet gati që nuk kanë ndarë mjete për këtë aspekt. Sa i përket dokumentit të përgatitur, është përgatitur shumë keq, është bërë në mënyrë rutinore, sa për të thënë se kemi përgatitur si dokument dhe të njëjtin me përcjell formalisht në procedime të mëtutjeshme në Prishtinë, pra në Ministrinë e Financave. Sipas kësaj kornize, Drejtoria e Shërbimeve Publike, përkundër vërejtjeve tona që i kemi dhënë, përsëri po menaxhon me 63% të buxhetit, pra 10.190.424 euro. Kjo drejtori, sipas statistikave të ekspertëve tonë, në vitin 2016 gjithë buxheti i kësaj drejtorie shkon në beton, zhavor dhe asfalt. Juve ju tha se objektivat, drejtorët i kanë bërë objektivat veta këto. Ne jemi të interesuar dhe me mësua edhe nga antarët e kuvendit që i përfaqësojnë qytetarët, jemi të interesuar që këto mi bërë objektivat qytetare, buxhetin e komunës Prizrenit dhe do ta bëjmë së bashku me juve. Por para juve do të zhvillohen edhe disa debate me qytetarët që ju thas të vini së bashku me ta, që i përfaqësoni dhe krejt që ka nevojë qyteti i Prizrenit në kuadër këtij buxhetit, mundësitë që i ka ti parashit gjitha investimet dhe në fund po them
e pranuan edhe kolegë nga vetëvendosja, thanë se ne kemi pa këtu se kanë hyrë projekte tona. Nuk janë tyne, po janë qytetarëve, as tonas janë. Po vjen mirë që keni fillu me menu pozitivisht, edhe ne jemi, kur t'ja qëlloni, vazhdimisht kemi u përkra. Në këtë pikë të rendit të ditës, nuk shpëtoi pa përplasje bloku I opozitës. Opozita e mirë gjithmonë duhet ta ketë, domethënë, për bazë që të shtyjë projekte të qytetarëve, edhe nëse mungon vullneti ose dëshira e qeverisë për ta bërë këtë. Po du me bo edhe në përfund një replikë. Korea kuqe është në Kore. Mirë po ne nuk jemi në bashkëqeverisje qendrore, e para dhe e dyta. Ne, pra, nuk e kemi bllokuar asnjë kandidat për kryetar, I cili ka dashur të hyjë në garë. Pra, këtu shihet është Korea kuqe është e bardhë. Dhe se mos na shitni mend këtë, kur dilni këtu në foltore, e me bërtit shumë, e në anën tjetër, pra me vepru në mënyrën demagogjike, më të mundshme, si që bëni për herë. Pra, ndryshe është me kritiku, e në anën tjetër me koketu, dhe ndryshe është pra me kritiku dhe alternativat e qytetarëve mi që përpara. Edhe njerë, mos na quni Kore e kuqe, edhe mos bërtisni kur flisni këtu, sepse për me bërtit, realisht nuk duhet edhe me koketu me pushtetin. Ju tana onë koketoni me pushtetin. Ju koketoni në nivel qendror, ju koketoni këtu, e mos na thoni neve, Kore e kuqe. Po çfarë Kore e kuqe? Faleminderit. Për kornizën imi të folë, Zotit Qemal Krasniqi. Kryesus, nuk ka nevojë këtu o mena. Zotit Qemal Krasniqi e ki fjallën për kornizën. Faleminderit. Po mos vjen, ka nevojë më tarë, ka I kuq, të parë së në bojmë. Zotnit e vetëvendosjes, mos e merrni bajrakun me na përqasi opozitë. Veç ato kisha dashur më thonë. Konkretisht, nëse keni për najnjonin, dilni me fakte konkrete, mos dilni me përgjithësu. Edhe mos thuni mandej pse po flas qa kom qef e po ma këthen qa s'kom qef. Është fjale popullit. Me 23 vota pro, 13 kundër dhe 3 abstenime, kaloi korniza buxhetore afatmesme 2016-2018. Në këtë seancë pati kohë dhe për pak relaks, me urime dhe përshëndetje. Paraprakisht do të gjithë ata të cilët janë duke agjeruar, pra t'ju uroj një agjerim të mirë dhe të mbarë, të lehtë, sepse jemi në muaj të Ramazanit. Po veç jemi të pyetje përgjigje. Jo të shfrytëzoj rastin, ha. Faleminderit Zoti Bresa, me që urove, lejoni që dhun të uroj fejesën Agnesa Bytyqes kuvendarës. Me që e shfrytëzove pikën pyetje përgjigje për urime. Deri me 15 korrik grupet e partive politike përbërësë të asamblesë komunale duhet të kenë shqyrtuar propozim vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të planit rregullues urban, qendra e re e qytetit të Prizrenit. Kjo kërkesë erdhi nga drejtori I urbanizmit në mbledhjen e 20 të kuvendit komunal. Kuvendi komunal I Prizrenit, gjatë ditës së sotme në një mbledhje maraton, shqyrtoi dhe propozim vendimin mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të planit rregullues urban, qendra e re e qytetit të Prizrenit. Drejtori I urbanizmit Niazi Kryeziu kërkoi nga grupet parlamentare të subjekteve politike përbërëse të këtij kuvendi që deri më 15 korrik ky dokument për të cilin u diskutua sot të jetë gati. Që këtë dokument shkruan, s'dija keni lexuar, se më duket veç po doni me majt fjalime. Kuvendi komunal edhe është një draft që u ka ardhur sot juve për me marrë vendimin dhe me kalu në ekzekutiv. Momentin që votohet, deri me 15 korrik drejtoria e urbanizmit do të ketë takime me Komitetin për Politikë dhe Financa 2 herë, me këshillin e ekspertëve dhe me grupet parlamentare. Unë jam I gatshëm se cilës parti politike prej Partisë Demokratike e deri te partia më e vogël më ardh në zyre për buxhetin për planifikim dhe urbanizëm. Mandej do t'i kthehet një draft, një javë do të kemi moje qëtë gjatë kohës kur majmë me qytetarët, dhe prapë kam ju këthi Komitetit për Politikë dhe Financa
dhe do ta voton ju. Edhe njerë po ju thamë, dej me 15 korrekt. Unë sot është 23 qershor. Dej me 28. Dej me 5 qershor korrekt do të pres nga ju partit politike. Ata që më ftoni, do të vi me komuniku. Do t'i keni ftesat nga drejtoria urbanizmit për takim, dhe do të takohem me të gjithë, sepse është mirë në planifikimin që e bën drejtoria urbanizmit dhe që ka një parametër real për mundësinë e zhvillimit në gjitha ato fushat që i prakët ju. Unë jam i gatshëm me bashkëpunu me juve dhe ky dokument është juaj, kthehet prapë te ju. Sqarime për planin urban Qendra e Re dhe arkitektja Aferdita Marmorina. Seanca e sotme komunale në Prizren me shumicë vota shkaloi edhe komisionin për ndarjen e banesave për familjet e dëshmorëve dhe rastet sociale. Në listën e projekteve kapitale të komunës së Prizrenit janë përfshirë mbi 10 nga 20 propozime dhe projektet komunale të cilat lëvizja vetëvendosje ja kishte dërguar kryetarit të komunës së Prizrenit për miratim në vitin e kaluar. Vlera e këtyre projekteve të përfshira në këtë dokument kalon shumën e 1 milion eurove. Propozim projekte të lëvizjes vetëvendosje të përfshira në KAB janë: në 1, pika e grumbullimit të qumshtit në Vlashnje; në 2, subvencionimi i bujqeve me far Misri; në 3, subvencionimi i bujqeve me far Gruri; në 4, panajiri i prodhimeve agro-ushqimore; në 5, rregullimi i infrastrukturës turistike malore dhe urbane; në 6, mbjedhja e fidaneve drunore; në 7, projekti për mbështetjen e talenteve të rinj; në 8, projekti për artimin e politikave zhvillimore për sportin; pika 9, artimi i planit strategjik për zhvillimin ekonomik dhe turizëm; dhe pika e fundit, artimi i hartave zonale të komunës. Gjithashtu në kornizën afatmesme buxhetore komunale janë përfshirë dhe propozimet tona dhe në bordin mbikëqyrës të objekteve kulturore dhe sportive për ndarjen e lokacioneve për ndërtimin e shtëpive muze në 5 fshatra të komunës së Prizrenit, në Korish, Zhurë, Lubishtë dhe Hasit, Krushe Vogël, Strush dhe Reçan. Përfshirja projekteve dhe ideve të lëvizjes vetëvendosje në planifikimin dhe projeksionin të tilla buxhetore nuk tregon se pushteti aktual në Prizren po bëhet i mirë. Kjo gjë tregon se alternativat e lëvizjes vetëvendosje janë projekte aq frymëdhënëse dhe në dobi të përgjithshëm, se që edhe një pushtet i papërgjithshëm, sikurse ky në Prizren, nuk mund t'i injoroj. Lëvizja vetëvendosje në Prizren do të vazhdoj punën në dobit në interesin qytetar dhe zhvillimet të qëndrueshme të komunës së Prizrenit, thuhet në një komunikat për media të lëvizjes vetëvendosje në Prizren. Festivali i filmi Dokufest ka shpallur programin e homazh në kujtim të filmbërësit Albert Majsles, filmat të cilit do të shfaqen në këtë edicion të festivalit. Majsles, i cili vdiq në fillim të këtij viti në moshën 88 vjeçare, vinte nga linja e gjatë e filmbërësve në kërkim të së vërtetës, i cili ishte inspirim për shumë të tjerë që erdhën pas tij. Programi përfshin shfaqjen e 6 filmave të Majsles, What's Happening, The Battles in the USA, historia qesharake dhe e sinqertë të mbërritjes së Battles në Amerikë në shkurt të vitit 1964. Jim Shelter, dokumentari historik i koncertit tragjik të Rolling Stones në Altamont Spey Day, me 6 dhjetor 1969. Grey Gardens, historia jashtëzakonshme, por e vërtet e zonjës Edith Boiver Bale dhe vajzës e saj Age. Halla dhe kushërira e Jake's Line, Kenneth Onassis, Concert of the Ales, Making the Getty Center, filmi për konceptimin, konstruktimin dhe komplementimin e Getty Center in Transit, një udhtim në Empire Boulder, rrugën e trenit më të ngarkuar në Amerikë, në zemrat dhe mendjet e udhëtarëve të përditshëm. The Iris, portreti një femre, entuziazmi së cilës për modën, artin dhe njerëzit, na përkujton që veshja dhe jeta janë asgjë më shumë se një eksperiment. Filmi In Transit po ashtu shfaqet si pjesë e gares ndërkombëtare të dokumentarëve të festivalit, Kurioz dhe Bujar, një mësues dhe mentor, një filmbërës i cili ka bërë revolucion, filmin dokumentar dhe ka inspiruar një gjenerat të filmbërësve, tha drejtori artistik i Dokufest, Veton Orkullari.
Albert Meisles është njëri ndër artistët më të rëndësishëm të filmave dokumentar modern. Bashkë me vëllaun e tij David, ata janë të njohur si pionerët e kinemas direkt, verzionin amerikan të kinema Vertis franceze. Ata fituan reputacionin e tyre të shquar, duke qenë të parët që xhiruan filma të gjatë jo fiktiv, filma ku drama e jetës njerëzore shpaloset ashtu si është, pa skenar dhe pa narracion. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga në konferencën e tretë të ambasadorëve të Kosovës me temën Pozita e Republikës së Kosovës në raport me sfidat rajonale dhe globale tha se Kosova duhet të bëjë shumë punë për të përmirësuar imazhin e saj. Presidentja e vendit në fjalimin e saj e konsideroi Kosovën rrëfim të suksesit në hapat e deritanishëm. Presidentja e vendit Atifete Jahjaga tha se qëllimet e politikës së jashtme të Kosovës mbeten ende të qarta dhe ato janë themelimi i bashkëpunimit ekonomik dhe bashkëpunimit për marrëdhënie rajonale. I pranishëm në këtë takim me ambasadorët ishte dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili tha se fokusi kryesor ata duhet të kenë në ekonominë e vendit, për shkak se ekonomia është çështje shumë e rëndësishme në luftimin e sfidave globale dhe shoqërore. Prandaj është urgjente që ekonominë ta kthejmë në fokusin ton kryesor, në agjendën kryesore të veprimeve dhe angazhimeve tona institucionale dhe shoqërore. Është e nevojshme që ky përcaktim të shërbejë dhe si orientim strategjik i diplomacisë tonë. Me këtë nënkuptojmë orientim drejt diplomacisë ekonomike, ka thënë Veseli. Ndërkohë ministri i punëve të jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova nuk e kërkon më seancë lëmosh, por e meriton. Ai deklaroi se Kosova po bëhet pjesë e aleancës globale. Gjithashtu sipas tij, Kosova po synon që të transformohet nga një importues të resurseve të sigurisë dhe ushtarëve në NATO, në një eksportues të nismave për dialog dhe paqe, dhe në dialog apo pa dialog në Bruksel, Kosova do të jetë antare e organizmave më të rëndësishëm. Në konferencën e tretë të ambasadorëve të Kosovës me temën Pozita e Republikës së Kosovës në raport me sfidat rajonale dhe globale, Thaçi ka thënë se qëllimi është të diskutohet se ku jemi si diplomaci, ku jemi si shtet dhe ku dëshirojmë të shkojmë në periudhat afatmesme. Njohësit e çështjeve politike e juridike, themelimin e gjykatës speciale shohin si një moment kur Kosova duhet të tregojë se është partner i denj i bashkësisë ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve politike e juridike, themelimin e gjykatës speciale shohin si një moment kur Kosova duhet të tregojë se është partner i denj i bashkësisë ndërkombëtare. Drandoli nga Instituti për Studime Juridike e Politike thotë se duhet të shikuar në dy aspekte themelimi i gjykatës speciale. Ai thotë se duke pasur parasysh faktin që UNMIK-u, Gjykata e Hagës dhe Euleksi kanë pasur mandat të plot të bëjnë hetime dhe të ngrisin akt akuza, themelimi i një gjykate e tjetër shtesë për Kosovën është një dëm moral dhe një fyerje që i bëhet Kosovës, por Doli thotë se tani kur Kosova ka marrë obligime ndërkombëtare për themelimin e kësaj gjykataje, duhet të sillet me përgjegjësi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po merr pjesë në samitin e kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian, pjesëtar të partive popullore evropiane, që po mbahet në Bruksel. Presidenti i partive popullore evropiane Josep Daul do të udhëheq punimet e këtij samiti, ndërsa aty do të jetë dhe kryetari i grupit parlamentar i EPP-s në Parlamentin Evropian, Manfred Weber, sekretari përgjithshëm i EPP-s Antonio Lopez Istrizi dhe antarët e kryesisë të EPP-s. Krahas kryeministrit Mustafa, në samitin e zgjedhur të grupit më të madh të partive në Parlamentin Evropian, do të jenë të pranishëm dhe liderët të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian si kancelarja gjermane Angela Merkel, Mariano Rajoy, Viktor Orban, Nicolas Sarkozy dhe krerët të tjerë të partive të djathta evropiane. Kryeministri Isa Mustafa do të zhvillojë takim bilateral me kryeministrin dhe liderët të partive të djathta evropiane, të cilat do të informojnë me zhvillimet e fundit në Kosovë.
Kryeministri Mustafa gjithashtu do të shfrytëzojë edhe këtë mundësi për të kërkuar nga homologët e tij për shpejtimin e procedura për liberalizimin e vizave, me qëllim që qytetarët e Kosovës sa më shpejt të kenë mundësinë e qarkullimit të lirë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, Kryeministri Mustafa do t'i informojë të pranishmit me planin qeveritar për qeverisjen Mustafa, si dhe do të flet për zhvillimet në fushën e ekonomisë dhe angazhimet e qeverisë në zhvillimin e kësaj fushë jetike për të ardhmen e vendit. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, këto ishin të gjitha ngjarjet më kryesore për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim në edicionet të radhës. Natën mirë.